Protesta e qytetarëve për projektin në Zvërnec u pasqyrua edhe në sallën e Kuvendit, duke e kthyer seancën plenare në një debat të ashpër politik mes opozitës dhe majorancës. Përfaqësuesit e opozitës kërkuan urgjentisht zhvillimin e një mocioni me debat me kryeministrin Edi Rama, duke e lidhur çështjen, siç u shprehen, me shkelje të mundshme ligjore dhe kushtetuese në projektin e investimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në Kuvend se kërkesat e protestuesve janë legjitime dhe paralajmëroi pasoja politike nëse ato nuk merren në konsiderat. Ai kërkoi që qeveria të përballet me debat parlamentar për çështjen. Të merr me plotësim në kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime, mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Në kundërpërgjigje, përfaqësuesit e majorancës mbrojtën projektin dhe kërkuan qartësi nga opozita mbi qëndrimin e saj mbi investimin strategjik në zonën e Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla akuzoi opozitën për ndryshim qëndrimesh dhe theksoi se investimi nuk duhet të bllokohet, duke argumentuar se vendi nuk mund të humbas projekte të mëdha ekonomike. Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliard. Nga ana e tij, ministri i mjedisit sqaroi se projektet e kësaj natyre duhet të vlerësohen mbi bazën e ndikimit konkret mjedisor dhe jo të ndalohen automatikisht, duke theksuar rëndësinë e procedurave ligjore dhe standardeve europiane. Edhe deputetja e opozitës Jorita Tabaku shpreh se zhvillimi ekonomik duhet të shkojë paralel me respektimin e ligjit dhe standardeve të Bashkimit Evropian, duke kërkuar transparencë më të madhe për projektin. Për 4 vite më radhë bashkë me kolegët e Partisë Demokratike kemi dërguar mbi 14 shkresa në Komisionin Evropian, në Parlamentin Evropian, për ligjin e zonave të mbrojtura, për ligjin e investimeve strategjike, për ligje të tjera, duke vazhduar me atë të koncesionit porteve, për të treguar që e ardhmja e Shqipërisë është në udhkryq, që vendimet e qeverisë po e pengojnë Shqipërinë të ecë përpara në procesin e integrimit. E kemi paralajmëruar këtë situatë. Debati u përshkallëzua më tej me deklarata të forta nga të dyja palët, ku socialistët paralajmëruan rrëzimin e nismave të opozitës në Kuvend, ndërsa demokratët këmbgulën në nevojën për ndërhyrje urgjente. Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Seanca nuk u mungoi as në momentin tensioni dhe batuta ku thirrjet e opozitës për dorëheqjen e kryeministrit u shoqëruan dhe me reagime ironike nga deputetët të majorancës, duke e bërë debatin më të ndezur se zakonisht.